Muaji maj sjell ngjyrat më të bukura të natyrës, ku lulëzimi i bimëve dhe pemëve paralajmëron sezonin e prodhimit bujqësor. Por në fushat e myzeqes, përveç gjelbërimit dhe grurit, bie në sy dhe një tjetër pamje karakteristike: lulkuqet të cilët kanë mbuluar parcelat bujqësore. Prej vitesh, në zonat ku kultivohet gruri, prania e lulkuqes është bërë pothuajse e pandashme nga kulturat bujqësore. Fushat kanë marrë një ngjyrë të kuqe të dukshme, duke krijuar një kontrast të fortë mes bukurisë natyrore dhe shqetësimit që kjo bimë po shkakton për fermerët. Specialistët e bujqësisë shprehen se vitet e fundit lulkuqja është masivuar ndjeshëm, kryesisht për shkak të mungesës së trajtimeve në kohën e duhur. Sipas tyre, kjo bimë shumëzohet me shpejtësi dhe nëse parcelat nuk trajtohen, ajo mbin sërish edhe në sezonet pasardhëse. Ekspertët paralajmërojnë se prania e madhe e lulkuqes ndikon drejt për drejt në uljen e rendimentit të grurit. Ajo pengon depërtimin e dritës së diellit te kultura bujqësore dhe njëkohësisht konsumon lëndët ushqyese të tokës, duke dobësuar zhvillimin normal të bimës së grurit. Fenomeni nuk kufizohet vetëm në parcelat e mbjella me grur. Në shumë zona kodrinore dhe fushore, lulkuqja është e përhapur edhe në toka të pambjella apo në parcela të tjera bujqësore, duke u kthyer në një problem gjithnjë më shqetësues për fermerët e zonës, të cilët kërkojnë më shumë mbështetje dhe këshillim për trajtimin e saj.